ne si musliman nuk duhet në emër të asnjë fushate kundër neve të largohemi parime dhe mësimeve tonë që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qoftë edhe nëse duke i ruajtur këto parime dhe duke ruajtur këtë maturi dhe këtë gjaktësi, qoftë edhe nëse shtypemi na bëhet e patë çka do qoftë. Ne për neve më e shenjtë është imazhi feston se liria jon. Për neve më e shtrenjtë është parimi i feston, vallahi, se komoditeti dhe rahatia jon. Nuk lejojmë që për të arrujt komoditetin dhe rahatin ton, ta njënosin fen ton. Kur? Do të arrujem. Do të vijë dikush. Jusufi alayhi salam është shembull për ne në këtë temë. Ai u kërkua nga ai, apo që ta shkel parimin e moralit. Përballë shkafit. Përballë lirisë së tij. Përballë pozitës së tij. Të garantojmë liri, komoditet, rahati, pushtet, të gjitha i garantojmë një shkelë veç. Për një moment caktuar, mbylli syt para moralit dhe shkelë moralin. Tha madhallah, kur se bëj kët? Kur se bëj kët? I thënë burgut pret, s'prish punë. Edhe këna me shpif, në të majna në burg, krejt bota e din se në burg je për shkak zinas. Edhe pse se ke bo, njerët kanë me qërtu, s'prish punë. Është një zot që i sjell punë ndryshe. U fut në burg, subhanallah, u përvu nga liria, dhe u fut në burg për atë që e luftante. E luftante amoralitetin, e për shkak të ti u fut në burg. U akuzua si i pamoralshëm, para mena. Sa ishte ke vështirë për Jusuf në Alizam? Shumë e vështirë Allah është, me të akuzu për diçka që ti ke dhënë jetën kundër qasajna. Ose vështirë kjo shumë. Hajnin me e fut në burg, a i mërzit vetë pëse s'ka mëzim me mërzdu me vjedh. A pëse i thunë hajnë asë mërzitet, sa i s'ka luftu kur kundër hajnis. Por njerin që gjithë mund ka luftu hajna, t'ja bësh një inskenim, apo t'ja bësh një situatë të montuar dhe të futet në burg si hajn, dhe të gjitha gazetë flasin për te për hajn, për te ma e rëndë është një losja imazhit të ti dhe misionit se primi nga liria. Kënë ndodhi Jusuf të Alisam? Mirë po e din të se e rëndësishme është në që se krejt bota e kupton se kjo është i pamoralshëm. Apo? Krejt bota e akuzon për këtë në të kohë. Privohet nga liria për këtë. Aja din të se më rëndësi është se ai që i ka punë në dorë din se kjo s'është për kjo s'është. Kjo më rëndësi.